Dhe ai erdhi për të shpallur paqen juve që ishit largë. Kujt po i thoshte apostulli? Po i thoshte jo hebrejve, ju ishit largë, ishit të huaj ndaj beslidhjes. Dhe atyre që ishin afër. Erdhi për ata që ishin afër fillimisht, që ishte Izraeli, ne që ishim largë ishin kombet, jo hebrejtë, jo izraelitët. Dhe sepse përmes tij, përmes Mesias, tani e thotë që të dy të kemi hyrje tekati nëpërmjet një fryme të vetme. Se për shkak të tij fryma erdhi. Për shkak të tij fryma erdhi në zemrat tona. U vulosëm me frymën e shenjtë. Por për të mbushur me frymën e shenjtë është një tjetër proces. Një gotë që ti e ke në tavolinën tënde, ti e vulos atë gotë dhe i thua, kjo gotë është timja, i ve vulën. Por për ta mbushur atë gotë me ujë, ka procesin e vetë. Ajo gota me ujë mund të mbushet shumë, mund të derdhet, mund ta derdhë të vinë dikush dhe ta derdh. Po vulosja nuk ka ikur, megjithse gota u derdh, ti e ngren atë gotën dhe vazhdon ta mbushësh. Është detyra tënde, vetime, në të njëjtin gjë. Fryma e shenjtë na vulosi neve në zemrat tona, pastaj mbushja na takon neve çdo ditë, shpenzimi kohës me atin, me shkrimin, urdhërimet, në adhurimin, në miqsinë, në punët e mira që neve bëjmë, ndarjen e lajmit të mirë, dëshminë që ne japim, lutja, të gjitha këto gjëra kanë rëndësinë e vet, që ne të mirë pajisemi. Por siç e kam thënë më përpara vëlla motër, nuk vendoset lutja, algjërimi, çdo punë e mirë përpara zbatimit të urdhrimeve të Atit. Sepse zbatimi i urdhrimeve të Atit merr prioritetin në jetën tënde dhe timen. Sepse mëkati është shkelja e urdhrimeve. Kur një person është në mëkat, çfarë ndodh? O bën punë të mira, po lutet, lutja e tij dëgohet,